Fillimi i vitit 2025, por edhe periudha më e madhe e konsiderueshme kohore e pranverës, ku pritshmëritë ishin më të larta, nuk ka qenë në nivelin e duhur për sa i përket tregut imobiliar në qytet. Ndriçim Eminaj, ekspert imobiliar në Vlorë, i cili merret me shitblerje pronash, tregon se kërkesat për blerje pronash kanë qenë të ulta. Sipas tij, muaj maj ka ardhur me një rritje të nivelit të kërkesave, duke dhënë shpresë në ndryshime për tregun imobiliar vendas. Atëherë, mund të themi se 2025 ka qenë një vit që ka filluar me, domethënë nuk ka qenë ai vit që ne prisim në sektorin imobiliar. Kjo krahasuar me 2 vitet e fundit, 2023-2024. Por gjithsesi do thoya që ky muaj mund ta quajmë si muaj të mbar, domethënë kërkesat këtë muaj mund të jenë të krahasueshme me vitin e kaluar. Domethënë kjo është një sinjal i mirë, një shenjë e mirë për tregun imobiliar që klientët po rikthehen në këtë periudhë. Ndoshta me ngrohat koha njerëzit fillojnë përgatiten për sezonin. Eminaj thosë se në uljen e kërkesave për prona kanë ndikuar çmimet e larta. Sipas tij, jo vetëm çmimet, por efekte negative ka dhënë edhe mungesa e ndërtimeve të reja në qytet, duke bërë që oferta e cila i vendoset në dispozicion klientëve të jetë e ulët. 3 muajt e parë janë çmimet dhe oferta në treg. Duke qenë se nuk se ka pasur shumë projekte të reja që ka qenë në zhvillim e sipër, pasi siç dihet tani për mbledhja për nga KKRT-ja për lejet e reja, edhe ka qenë mungesë pronave të mira, por që dhe kërkesa ka rënë për shkak të çmimeve të larta, që normalisht duhet të shfohet çmimi me pronën që merr. Dhe kjo ka qenë. Eksperti imobiliar tregon edhe faktin se dëmtimi i tregut ka ardhur edhe si rrjedhore e cilësisë së pronave në treg, ku në shumë raste sipas ndryshimit Eminajt, çmimi i lartë i pronave nuk justifikohet as pak me cilësinë e tyre. Në shumë raste nuk e justifikon, po. Domethënë çmimet janë më të larta se sa duhet të jenë realisht. Eminaj tregon se duke ju referuar çmimeve, ato nuk janë rritur prej muajit tetor të vitit të kaluar, por sipas tij vitet e fundit, çmimet e pronave janë trefishuar, duke marrë në referencë periudhën kohore nga viti 2019 deri më sot. Unë do të thoya që çmimet nuk po marrin atë rritjen siç ka pasur 2 vitet e fundit që kanë pasur një tendencë goxha të lartë të rritjes. Këtë vit mund të themi që ka të paktën që nga tetori nëntori vitit të kaluar që ka pasur një stabilitet, nuk se kemi pasur çmime me rritje shumë të, domethënë atë trendin e rritjes të lartë. Por 5-6 vite më parë unë do të thënë trefishuar çmimet. Domethënë ka një rritje goxha, të paktën ta krahasojmë me 2019-ën, që ta marrin si vitet e fundit që ishin çmimet e ulta. Nga 2019 në vazhdim ka pasur goxha rritje të lartë të çmimeve. Domethënë mund ta themi nga 2022, jo më 2019. Nga 2022 mund të jenë dyfishuar çmimet.